Në Kosovë pritet që të vendoset nga ZRE-ja për tarifat e reja të energjisë elektrike në vend deri në fund këtij muaji. E paralajmërimet janë për një rritje për mbi 21% nga çmimi aktual. Në një kohë të inflacionit, të bllokadës institucionale, qytetarët e këtij vendi vetë se po thonë se mezi janë duke i përballuar shpenzimet bazike, e lëmë diçka më tepër, e shtoja tash edhe paralajmërimin për 21% nëse vendos ZRE-ja. A do të jetë një vendim pa kontroll? A do të dëgjojnë sinqerisht zërin e publikut kosovar? Këtu në këtë emision drejt për drejt në radio televizionin 1 flasim tash për reagimin qytetar për protestat e mundshme edhe për veprimet konkrete dhe jetën e përditshme, me përfaqësuesin e grupit Asnjë Cent më shumë. Besnik Shabiu është drejt për drejt. Tu ngjat jeta, Besnik? Përshëndetje primet. Ne kemi bisedu bashk sigurisht sa herë që ka pas zhvillime të kësaj natyre, muajt e kaluar kur u paralajmëruan 21%, vitin e shkuar dhe viteve më radh sa herë është përmendur praktikisht ose janë marrë vendime konkretisht për ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Tash 21%, ky është muaji kur merret vendimi. Edhe një 2 javë do t'i kenë kohë ZRE-ja për të diskutuar me publikun në lidhje me rritjen e çmimit të energjisë dhe më pas e marrin vendimin. Çka po shihni ju konkretisht? Nga të gjitha që ka ndodhur dhe tek kjo e fundit që presim të shohim se si do të vendosë ZRE-ja. Por realisht në vitin me raportë, unë fatkeqësisht që mos kemi kurrent konsideruar, pikërisht në periudhën kur të përveçme kur në fund të marsit ZRE-ja i rishikon tarifat dhe fatkeqësisht vitin e kaluar përkundër presionit madh qytetar, mungesa e kurrentit konstituum, mungesa një adresë të qartë për më u drejtu, boni që me ndodhë rritja e cila ndodhi vitin e kaluar, e keqja edhe këtë vetë gjendja politike nuk është më e mirë dhe për qytetarët të cilët na dëgjojnë, zyra e rregullatorit për energji e ka obligative që t'i raportojë një institucioni, ai është Kuvendi i Republikës Kosovës. E ne po vazhdojmë që edhe këtë vetë, fatkeqësisht, kurse kemi prit ndoshta fare që për shkak vendimeve të gjykatës kushtetuese është marrë një masë e përkohshme ndaj dekretit presidentes dhe Kuvendit i Republikës Kosovës, kështu që prapë se prapë edhe këtë vete kemi kuvendin jashtë funksionit. Kjo është një goditje tjetër e radhës. Çka do të thënë konkretisht, Besnik, për qytetarin që nuk e merr vesh politikën? Çka do të thënë fakti që ne s'kemi kuvend për çështjen e çmimit të rrymës? Fakti që s'kemi kuvend, në kuptojnë që zyra rregullatorit kuvend kemi, po me mas. Nuk e ka asë edhe ne obligim, pojza po e quj, që të raportoj asnjë institucioni tjetër për vendimet e saj pas kuvendit. Por do të thonë kuvendi është organi kyç kryesor, të cilit ZRE-ja e ka obligim të raportoj për këtë ndryshime. Dhe kësaj radhe, sikurse vitin e kaluar, për shkak të mungesës kuvendit, qytetarët duhet të ditë që ZRE-ja do ta ketë tepër të lehtë prapë se prapë, nëse nuk ka angazhim qytetar, nëse nuk ka zonë qytetar dhe kundërshtim qytetar, ZRE-ja prapë ta merr, do të merr çfarë do vendimi që të jetë në vendimin e saj. Pra nuk i ka asë edhe një problem ZRE-ja tjetër pos kuvendit që të merr çfarë do vendimi që është sipas tekeve të saj. Vitin e kaluar përkundër protestave pam që mungesa e kuvendit na solli drejt marrjes së vendimit për rritje, e njëjta fatkeqësisht pritet edhe kësaj radhe, po duket që rritja do të jetë edhe më e madhe se sa që ka qenë vitin e kaluar. Okej, po thua se më shumë se 21% që është kërkuar? Po, sipas informatave që janë deri më tash, është përmendur shifra 21% e rritjes së tarifave të energjisë elektrike. Po, sikur është kërkuar, po. Informata ende jo zyrtare, megjithatë këto informata kanë qarkulluar deri vonë, mirë po do të presim këtë ditë, normalisht në bashkëpunim edhe me juve si media, jemi duke insistuar vazhdimsi që të kemi informacionin nga zyra e rregullatorit për energji, por ata nuk po japin ndonjë detaj, po sipas tyre ende nuk është
marrë vendimi përfundimtar dhe kjo do të merret në mbledhjen e fundit të muajit mars, dhe atëherë për qytetarët do të bëhet edhe njohur se sa do të jetë rritja e tarifave të energjisë elektrike. Tani, ata kanë thënë kështu se kemi kërkuar përgjigje ne. Është duke përgatit raporti, pothuajse është në fazën finale. Pas përfundimit të raportit është faza konsultimit publik prej 2 javësh. E pas kësaj faze pritet vendimarrja e bordit. A shkojnë njerëz për të konsultu me zërrajen në atë fazën 2 javëshe të konsultimit publik? Edhe a ka pesh, a ka rëndësi? Janë tash poza e konsultimeve me publikun, mirë po ta kemi parasysh diçka. Vitin e kaluar zyra rregullatorit për energji nuk e ka marrë për bazë as edhe një sugjerim të asnjë institucioni. Domethënë, zyra presidentes ka dërguar komente ku ka kërkuar dhe ka arsyetuar nevojën për mos me rrit energjinë elektrike për shkak të inflacionit, për shkak të mungesës të institucioneve kështu me radhë. Ka kërkuar Ministri i Ekonomisë që të vendosën tarifa të reja. Kanë kërkuar grupet organizuar qytetare, mandej edhe grupi jonë asnjë cent më shumë i ka dërguar pothuajse komente e kompletume se pse nuk është korrekte që të bëhet një rritje e radhës dhe çfarë goditje do të jetë për ekonominë e vendit, çfarë inflacioni pritet të ndodhë dhe çka do të thotë për shportin e qytetarit një rritje e radhës. Mirë, në fund, zyra rregullatorit për energji kishte paralajmëruar rritje për 15%, ndërsa pas gjithë atyre komenteve, në fund rritja e energjisë elektrike ndodhi për 16.1%. Domethënë, zëreja leje që nuk i mori parasysh komentet, por përkundër kësaj ata edhe e rritën edhe më lart se sa parashikimet çmimin e energjisë elektrike. Kështu që nuk është për me u marr shumë seriozisht fakti që ata i kërkojnë dhe e kanë para pa me ligjëresht afatin e konsultimeve me publikun për ta bërë veç një procedurë formale, për ndryshe nëse ata veç e kanë marrë një vendim për me rrit çmimin e energjisë elektrike, çfarë dokumenti është vetëm që të jemi ne sa për sy e faqe. Atëherë edhe reagimi qytetar është kot e sa për sy e faqe? Vitin e kaluar kemi pas 3 protesta. Protestat normalisht kanë qenë komplet protesta të organizuara nga njerëzit e vullnetit mirë, të cilët nuk e kanë pas asnjë interes tjetër pos interesit që me ngrit zonën dhe me tregu për dëmet që po na shkaktuan. E keqja e vitit kaluar, por vjen me uricek shumë shpesh kjo, është se ne nuk kemi pas më adresë tjetër pos Kuvendit të Republikës Kosovës. Vonesat që ndodhen në konstituim Kuvendit bën që zëreja me kalu me shumë lehtësi procesin e saj. Këtë vetë, shpresat ishin të mëdha, sepse kemi pas takime të rregullta me shumicën e deputetëve të Republikës Kosovës dhe kemi marrë prej tyre një lloj mbështetje, duke thënë që absolutisht do ta prasin zërejen në raportim dhe nuk do të lejojnë që të merret asnjë vendim i cili e pengon ose dëmton jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe ja ku jemi në një realitet tjetër të ri, kur prapë nuk kemi kuvend konstituum, kur prapë zëreja dhe mbetet prapë vetëm zëri qytetar pjesë alternativës. Përkundër lërit, ta kemi parasysh edhe një diçka, përkundër thirrjeve për të skaluar protestat, përkundër thirrjeve që me përshkallëzu. Megjithatë, ne e dimë se këto institucione nuk janë ndërtule dhe nuk ka qenë asnjë moment synimi jonë që të bëjmë dome as në drejtim të zyreve të zëres, as në drejtim të zyreve të Ministrisë Ekonomisë apo Qeverisë së Republikës Kosovës. Nuk ka qenë kjo rruga që ne i kemi pa të arsyeshme duke tentuar me dëmtu diçka të rregullojmë diçka tjetër. Megjithatë, fatkeqësisht po duket sikur nuk po mbeten alternativa të tjera dhe kjo është përkeqësardhje. A është kërcënim ky? A është kërcënim se mund a është kërcënim se nëse nuk dëgjohet zëri qytetar mund të ndodhin këto? Po mund të ndodhin, do të thotë që ta kemi parasysh diçka. Ne jemi vetëm një nga grupet. Ka dhe grupe të tjera të cilat janë duke u mobilizuar për të organizuar protesta dhe kështu që është tepër problematike ti me marr përgjegjësinë në një vrovë ose në një numër të madh të njerëzve të cilët me të vërtetë dalin për me shpreh llepin e tyre ndaj situatës aktuale ekonomike. Dhe mandej duhet me kuptuar edhe pjesa tjetër e qytetarëve që në këtë luftë i varfërme në thojza apo e quaj jemi të gjithë bashkë. Kjo nuk është çështje personale as e imi as e grupit, por është çështje kolektive të cilën duhet me ngritë secili si shqetësim. Në anën tjetër po më shqetëson dhe po vazhdon me na shqetësu komoditeti i zyrës rregullatorit për energji, të cilët sigurisht nuk po ju bëhet vonë. Dhe bile herën e fundit ka pas zona të atill që
e kanë nënçmuar një parkur me zonën qytetar, duke thonë që hajtë si ka dalin një herë ose dy, mirë po do të zbrapsen sepse nuk kanë alternativë tjetër. Ne nuk do të me leju me u kriju këtë lloj mendësie në vendin tonë, ku institucionet që paguhen me taksat qytetarëve dhe marrin paga të mëjme, me trajtu qytetarin si një lloj objekti të tillë që janë gjendje me transformu ose me shndru ato në një objekt tallje. Pra, qytetari ka të drejtë, sepse po rritet standardi i jetesës, me rritjen e çmimit të energjisë elektrike do të rritet një zinxhir i tonë i çmimeve. Ne edhe ashtu kështu jemi të përballë këtë ditë me rritjen e çmimit derivatave, që derivan prej një lufte atje që nuk lidhet me neve fare, por po e shohim me probleme po na bën, e lejo t'ia shtojmë edhe një kost të shtesë qytetarëve të Republikës Kosovës, ku një rritje e radhës do të thotë që me të vërtetë ekonomia e vendit po shkon drejt një kolapsi dhe me këto paga aktuale t'jeni të bindur që do të jetë shumë e vështirë për një qytetar që t'i mbulojë edhe shpenzimet bazë ose ta sigurojë edhe shportën bazë jetesës. Mirë, të gjitha këto elemente që ju i përmendet, por edhe gjitha ankesat e qytetarëve këtij vendi që i kemi shpalos përmes rrëfimeve tona si zëj qytetarëve, si media në fundit duke kryer punën tonë. A e nxisin këto qytetarë të këtij vendi të lodhur ekonomikisht që dalet protestoj që të mos shtrenjtohet çmimi, që mos ngritet çmimi i energjisë elektrike? Po pikërisht më thash, nuk do të qytetarin me mbështet për muri deri këtë pozitë edhe me pretendu që për faktin që qytetari është i lodhur edhe nga situata politike, hajde tash ta vojmë edhe më të lodhur edhe t'ia hupim fuqinë e reagimit. Se pikërisht ky mund të jetë ai momentumi kur qytetari stimulohet edhe organizimet e ndryshme do të thonë të protestave çka do tjetër mund me marrë edhe për masa për shkallësuese. Pra është keq me u prejt nervi, me u nxit nervi negativ që e ka secili individ për shkak të gjendjes tonë dhe pamundësisë për të mbuluar shpenzimet me çit para vaktit kryp edhe nesër mëndej mos me pas mundësi me kontrollu masën. Ne në vazhdimsi edhe vitin e kaluar kemi thirrë për kundër organizimeve të protestave, në vazhdimsi kemi thirrë që protestat me qenë sa më korrekte, me qenë fatësore, me tregu qytetari. Mirë po, nëse gjatë gjithë kohës, për gjatë tërë vitit, thirrët në vazhdim për rritje të çmimeve të energjisë elektrike, rritje të çmimeve të produkteve të tjera. Unë nuk e di se çka po mendojnë këta njerëz që udhëheqin me institucione, se çka deri në çfarë pike mund me ngacmu një qytetar të Republikës Kosovës me ngacmu ndjenjën e tij që është instinkti mbijetesës funditës, sepse të gjitha organizmat e gjallë kur është pyetje instinkti mbijetesës janë të rrezikshëm. Kështu që nuk do të më ardh deri te kjo pikë e që faktikisht po duket se do të jetë prapë e domosdoshme që qytetarët dalin në rrugë dhe ta shprehin nevojat e tyre përmes protestave. A është kjo çfarë do të ndodhë nëse ZRE-ja merr vendim për shtrenjtim këtë muaj? Absolutisht, në momentin e parë që do të shihet dhe do të mirën informatat konkrete të asaj se a do të ketë apo jo rritje të çmimit të energjisë elektrike, protesta do të jenë pa evitueshme dhe shumë shpejt, por besoj edhe ju si media do të informoheni për datat e organizimit protestave, për mënyrën e organizimit protestave dhe natyrisht do të thirren qytetarët nga gjithë komunat e Republikës Kosovës që t'i bashkohen edhe një herë protestë dhe siç fakti që po mbetet alternativë vetëm zëri qytetar, po duket se përfaqësuesit e shtetit, ata që zgjidhen prej votës së lirë qytetarëve nuk janë prapë gatshëm të bashkëpunojnë dhe t'i dalin ndihmë qytetarit prapë vetëm një adresë, po mbetet qytetari i Republikës Kosovës që në një formë t'i përvjet mëkat dhe dalë dhe ta mbrojë interesin e vet publik. A mund të ndihmojë qeveria se për kuvend s'po dihet çka do të ndodhë? Qeveria ka pas mundësi edhe vitin e kaluar me ndihmu edhe këtë vit. Mjafton që qeveria të marrë përsipër, vitin e kaluar kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me bizneset dhe ajo çka është kërkuar prej bizneseve, bizneset realisht e kanë shprehë gatishmërinë e tyre që të marrin pjesë në kostën e mbuleshmërisë së shpenzimeve që i ka pas, domethënë këtë rast që i kanë pas operatorët e energjisë elektrike, qoftë Posti, qoftë Keci ose qoftë Kesko, dhe prej qeverisë Kosovës këtë çka është kërkuar një lloj garancie që të mbulohen deri në fund të vitit, mbulohet kjo humbje, sepse ata operatorët e energjisë elektrike në fund të ditës i kërkojnë mjetet për humbjet që i kanë pas gjatë vitit dhe kërkesat shtetit, sidomos kërkesat e importit të energjisë elektrike që kanë qenë, siç duket, në vitin 2025 ka arritur rreth 1 miliard euro importi i energjisë elektrike,
dhe gjithë ky import duhet të mbulohet nga qytetarët e Republikës Kosovës fatkeqësisht. Çka mund të bëjë qeveria vitin e kaluar ka pas mundësi me garantu në forme një lloj shume të konsoliduar, një shumë konsiderueshme të mjeteve në mënyrë që mos preket direkt qytetarët e Republikës Kosovës. Pse kemi bënë këtë kërkesë vitin e kaluar nga qeveria, sepse edhe ne do të paguajmë rritjen e çmimit të energjisë elektrike, plus do të ketë rritje të produkteve të ndryshme. Kështu që ne kemi thonë, më mirë qeveria le të reagojë dhe mandej në forma të ndryshme t'i mbledh të parë nga qytetarët për mos ketë rritje të çmimeve, se sot qytetari edhe ta paguajë rritjen në anën tjetër, ta paguajë rritjen e energjisë elektrike, por të njëjtën kohë ta paguajë edhe rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, të cilat natyrisht do të rriten nëse do të rritet çmimi i energjisë elektrike. Dhe e pam që vitin e kaluar në mënyrë automatike pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike e patëm një vaj të rritjes së çmimeve edhe të produkteve dhe të shërbimeve dhe ne po vazhdojmë me paguajmë edhe faturën e energjisë elektrike më shtrejt, po edhe produktet e ndryshme po i paguajmë më shtrejt se sa vitin e kaluar. Besnik e di që jenë mes të angazhimeve, kështu që veç po të falenderoj për kohën që ndave për ne edhe për sqarimet që i dhe në kuadër këtij emisioni. Shumë faleminderit. Faleminderit për atë.